Dita e dytë e protestës së punonjësve të gjelbërimit në Vlorë duket se ishte e fundit. Ata kanë rënë dakord të firmosin kontratat e reja, por sipas kërkesës që kishin, që të jenë pjesë e ndërmarrjes së pastrimit dhe gjelbërimit, por të ushtrojnë vetëm funksionet në sektorin e gjelbërimit, ashtu si kundër kanë vepruar deri më tani. Zgjidhja ka ardhur pas një takimi që kanë zhvilluar gjatë mesditës me zyrtar të Bashkisë së Vlorës, ku është vendosur të ndërpritet protesta dhe ata të ngjiten në katin e dytë të bashkisë për të firmosur kontratat. Lajmi konfirmohet për televizionin 6+1 Vlora edhe nga një prej përfaqësuesve të punonjësve të gjelbërimit. Për pilua kontrata tjetër, një klauzole e ligjit sektori i gjelbërimit brenda kësaj ndërmarrjeje, në ato struktura që kemi qenë, në ato profesione që kemi qenë. Shkuam të gjithë, e lexuam prap kontratën, na u duke mirë qenë dhe firmosëm. Shpresoj të jetë në kuptimin e mirë të fjalës. Ç'ta themi më tani? Sipas tij, do të jenë pjesë e ndërmarrjes së pastrim gjelbërimit, por këto sektor do të jenë të ndara dhe ata do të ushtrojnë vetëm detyrat që kanë patur deri më tani në gjelbërim. Vetëm gjelbërimi, jemi në dispozicion të ndërmarrjes së pastrimit. Po pjesë e gjelbërimit, sektori i gjelbërimit, ashtu si kundër kemi qenë. Në ato pozita që kemi qenë. Çfarë do të jeni në dispozicion të pastrimit? Jo, është emërtimi i pastrimit, ndërmarrja e pastrimit në varësi të Bashkisë Vlorë. Por sektori është i gjelbërimit, në atë pozicion që kemi qenë. Pra ju do të merrni vetëm me gjelbërim? Po thoj se po. Me rajone të ndara ashtu si kundër kemi qenë, ndoshta do na shtohet forcë punëtore tjetër, nuk e di. Prej 2 ditësh, punonjësit e gjelbërimit protestuan për shkak se kundërshtonin kontratat e reja, që sipas tyre do të ishin pjesë e ndërmarrjes së pastrim gjelbërimit, por duke kryer edhe funksionet e pastrimit. Ata protestuan përpara bashkisë, por një ditë më parë edhe përpara institucionit të prefektit të Qarkut, ku pritën nga prefektja e Visallushi, e cila u premtoi se problematikën e tyre do të adresonte zyrtarisht në bashki. Por gjatë kësaj të martë ka ardhur ndërprerja e protestës për shkak se është arritur të gjendet gjua e përbashkët dhe ku punonjësit firmosën kontratat e reja dhe u rikthyen në detyrë.